Imi rikthyer pjesën e dytë, si që thamë, po ka që rëndësishme si themi vazhdimisht, sa e para, mendoj, janë të barabarta, por emërohet njëra njërshit, tjetër dhe dyrshit. Si pas alfabetit bëhen në përgjithësi. Tani, në këtë pjesë, ne do të flasim për një moment shumë të rëndësishëm, besoj, për ishullin e Sazanit, ku pritet investojnë shumë para. Para shumë e madhe, përmenden shifra 1.4 miliard, pushat. 1.4 miliard dolar, para e madhe shumë, dhe nuk është gjë e keqe, them unë, si dolar, si para. Ditë e fundit kanë zbarkuar në Shqipëri dhe vajza e Donald Trumpit. Ivanka dhe bashkëshorti i saj. Duhet ta kemi ne. Doli një foto këtu, duhet ta kemi dhe ne. Erdhëm, kanë një qëtanishme mentor, foto. Është kuzhiner duhet apo është Njëri gjurmës. Njëri gjurmës. Kuzhineri ku gjurma? Është një lokal aty afër ujit ftohtë, poshtë. Është Kalimir gjurma. Përderisa hanë këta buka ty tani, s'ka si ti lokal, do i të Kalimir se s'ben. Gjurma quhet, po të kalojmë në njëra aty të kthejmë. Shtrent. Pra kanë ardhur këta, Është në Shqipëri tash. Ivanka dhe bashkëshorti, Jared Kushner, kanë ardhur bushat. Edhe kanë ngënë dhe të gjurma bukë, thotë Tela. Tani, ne do diskutojmë, a është kjo një qokë për familjen Trump nga Edi Rama? Dhe pse opozita nuk flet? A unë beta po fiton Shqipëria nga këse? A mund të dhe qokë, po dhe fitonë. Zakonisht ndodhin gjëra tilla. Ata kanë ardhur në Beograd, për shembull. Beograd kanë ardhur aty, do të ndërtoni qendër të Beogradit, aty erdhi djali. Dhe ndri ka ardhur këto. Jo, njëti grupësh. Njëti grup, Grenelli me këtë janë dhe Grenelli, me Kushneri. Dhe tani ja fiton apo mbet Shqipëria nga ky investim. Do të diskutojmë këtë çështje dhe disa çështje të tjera nëse do na dalë koha dhe do na dalë besoj. Klodian Tomori, ardhur, faleminderit shumë, Andi Tela Mentor Nazarkon dhe Bushati që ishin. Në studion dyne do ndihmoj Adrian Kalaja, por jo për këtë pjesë. Ose po ka përthënë gjë, se mos ka ndalu partia dhe nuk thua gjë. Për Sazanin këto, më thosh me të ndryqohet, të lullizohet e të gjithë, që partia ka prergoj opozita, nuk flet. Por unë përveç Adrian Kalas, që e kam tirë për rinumërimin, që mbaroj Tela, se ti e di mirë këtë më? Ka ngel dhe një 100 kuti, po... 100 kuti, po ka mbaruar. Përveç Adrian Kalas, unë kam thirur dhe Arlin Tjorin, të cilën në stafi im, do të lajmërojnë 15-20 minuta para se ta fotim, që të flasë sepse ky është i vetmi njeri që dhe mund të thotë në një gjë bushat. Emra gjëra të gjithë, nuk ka frikë besoj, as nga Trumpi, as nga këto, se ne në fshatin ku jetojmë këtu, edhe ka dhe njësë të tjerë që s'kan frikë, kupton, po, Arlin Tjorin e thresin shpesh, kur nuk heshtin të gjithë, pushojnë, fshien për të folur, ne thresim Arlin Tjorin, që thotë në një gjë. Tani, pra, familjarët të Donald Trumpit kanë zbarkuar sërish në Shqipëri, mbet fjalë për vajzën e presidentit Ivanka dhe bashkëshortin, të cilët po zhvillojnë një vizitë private të përqendruar të investimin Sazan. Klodi, çfarë po ndodh me këtë projekt, zoti Tomori? Ai është dhënë përfundimisht dritë jeshile nga qeveria. Është mbyllur si projekt ky? Kemi dritë jeshile apo jo? Është një projekt i cili në ditën e fundit të vitit të kaluar, në saktë në datën 30 dhjetor, ka marrë statusin e investimit strategjik nga Komiteti i Investimeve Strategjike që drejton zoti Rama, dhe në dokumentin e statusit janë parashikuar dhe hapat që do ndiqen deri në realizimin e projektit. Aty është parashikuar ngritja e një grupi pune ndërministror, i cili do të negocioj me kompaninë e zotit Kushner termat dhe mënyrën se si shteti do hyjë në marrëveshje me kompaninë, sepse aty flitet që do ketë një partneritet ku do t'jetë pjesë edhe qeveria shqiptare, një, po themi, si pas stilit, apo një stilin ngjashëm me atë që u bë në Durrës me zotin Alabar, ku qeveria shqiptare ka hyrë me 33% të aksioneve. Po dhe këtu do ketë qeveria shqiptare 33%? Këtu nuk dihet se sa do jetë, se ky grupi punës pikërisht... Po flashe për Sazanin me thotë Kalaja. E forta, fletë, për çdo gjë. Po, patjetër. Atëherë këtu nuk dihen akoma se me çfarë kushtesh do të hyjë shteti shqiptar si pal apo si aksioner në projekt.
sepse grupi punës është ngritur pikërisht për këtë, që do të negocioj termat, se çfarë do të marrë shteti dhe çfarë do të jap, por më shumë se çfarë do të jap, se zakonisht në këto projektet e mëdha shteti nuk është se Jep. merr, jo, përdhen jep. Dhe nuk merr gjë. Në rastin konkret, ajo që jepet është toka, janë 46 hektar gjurmë ndërtimi, ndërkohë që sipërfaqja që merr resorti është më e madhe, ku parashikohet ndërtimi i një hoteli flitet që do vi marka Aman, që është një hotel shumë i njohur. Brendin jep ai. Brand shumë i Se të njohur. mos gënjemi me këtë. Jep brendin Pa. dhe ai nuk është pronar. Për shembull, Jo, pronara aty do jetë. ja ta them unë. Ndonjëherë se vizitojmë ne edhe Greqinë, edhe Montenegron apo më tej nga shkojmë, ai ka marrë për shembull edhe Montenegron, një pjesë, Amani, shpinë e mbretit, e gjitha ato aty deri te Shën Stefani, por ai brendin ka. Të tjerët janë offshore, pronarët. Po? Sigurisht të rast pronar do jetë kompania e zotit Kushner. Po, Amani Kushner, e brand. e. Ndërkohë, aty në zonën ku do ndërtohet projekti, sigurisht për shkak të historisë, Sazani ka qenë një bazë ushtarake dhe një pjesë e mirë e asaj zone ka qenë në planin e përhapjes të ushtrisë, ka padur një vendim apo një dekret të presidentit të Republikës, i cili nuk u bë publik askund, por që më vonë doli te dokumenti i statusit, mes të cilit zoti Begaj ka hequr nga plani i përhapjes territorin ku bie, nga plani i përhapjes së ushtrisë territorin ku bie projekti, pra hapat procedurial kanë filluar për realizimin e projektit, dhe tani vazhdojnë negociatat për realizimin e tij. Atëherë, cila është, po themi, detyrimi që i lind shtetit shqiptar nga dhënia e statusit strategjik. Sepse debati këtu është, a na duhet ky investim, a është gjë e mirë që po vjen dhëndri i presidentit amerikan dhe po investon. Përpara se ta themi këtë që do të thonë analistët, unë kam një pjesë tjetër për ty që është. Jo, nuk po hyte pjesa politike. Jo politike. Për të mbritur te kjo. Okej. Po sepse ky është një investim strategjik. Po sigurisht. Çfarë parashikon status investor strategjik? Çfarë profitime zhvin nga këto? Se merr profitime. E para merr tokën falas. Toka është falas. Toka aty është e shtetit. Do të çojë ujë dhe dritë. Por nuk është problemi i tokës më shumë, apo kosta më e madhe që i lind publikut. Problemi është infrastrukturës, sepse statusi i investitorit strategjik e detyron qeverinë që t'i çojë atij të gjithë infrastrukturën, ujin, energjinë elektrike apo çdo shërbim utilitar për të cilin ka nevojë një investim i tillë. Dhe duke qenë se tu bëhet fjalë që do kalohen ujësjellsi në det dhe linjat e energjisë, është një kosto relativisht shumë e madhe. Ka për llogaritje fillestare që thonë mund të kërkohen deri 300, ndoshta 400 milion euro. Investime të cilat I bën shteti. i bën shteti, i bën qytetarët. Dhe pastaj është debati, Kështu po të më kështu e bëjmë dhe ne këtë. Rrogat e këty. pastaj vim tek debati, Një çadër aty. vim tek debati, Po të bëjnë këto rrugë këto aty shkollaj. pastaj vim tek debati për fitueshmërisë, që çfarë fitojmë ne në fund fare nga kjo histori. Tani këtu ka një debat shumë madh, po një nga tezat më të bukura është ajo që e ka thënë ish ministri grek i financave Varoufakis, i cili e krahason me Hawaii. Hawaii ndodh, që është një vend turistik po si Shqipëria, ndodh që këto grupe, këto kompanitë e mëdha kanë marrë gjithë resortet në vijën bregdetar dhe vendasit, pra ata që janë banorët autokton, jetojnë në lagjet e varfra, shkojnë i marrin në mëngjes me fogon, i sjellin të punojnë tek hotelet që i kanë japonezët, gjermanët, amerikanët, dhe pastaj, pasi këta punojnë aty, pastrojnë, apo ku di unë çfarë punësh bëjnë, në darkë i çojnë prapë me fugon te getot e tyre. Në këtë pikpamje, termat e përfitueshmërisë financiare për publikun aty janë shumë të dyshimta në rastin më të mirë, për shkak se statusi i investimit strategjik, përveç kësaj i jep kompanisë edhe
privilegje fiskale, pra e përjashton nga taksa e ndikimit të infrastrukturë, e përjashton 10 vite me radhë nga tatimi mbi fitimin e kështu me radhë. Praktikisht aty krijohet një offshore ku do jetojnë ca të pasur që mund të jenë pasur nga Shqipëria apo mund të jenë pasur nga shtetet tjera dhe do jetë dhe një hotel i cili do jetë i përjashtuar, po themi, nga taksimi. Taksat, po. Pra, në këtë rast, kur ti ben atë balancën e kostove dhe përfitimeve, duket sikur më shumë peshorja anu nga kostot që do paguajnë qytetarët për të çuar infrastrukturën atje kështu me radhë. Pastaj është edhe debati i sigurisë kombëtare, se është dhe kjo pjesa që cënohet operacionaliteti i ushtrisë për shkak se nxiren ato tokat nga forca. Ky është një debat që mua personalisht më duket shumë pa vlerë për shkak se Shqipëria është shumë e sigurt kur ka një investim amerikan brenda, se sa kur ka ushtarët e Pirës aty në Sazan që do na mbrojë. Por do të jetë një investim 1.4 miliard dollar, që nuk është pak, dhe në këtë pikë pamje, ne mund ta shohim si qok, po dhe si investim. Jo nëse është. Nëse është. Po është thënë që është 1.4. Dhe këtë brendin që thamë që është 1.4 përfshi Zvërneci. Apo jo? 1.4 është Sazan. Sazani, Zvërneci është pjesë tjetër. Po pse yndet e Zvërneci Kushneri? Nuk ka lidhje me Zvërneci. U fol në fillim që gënjyen 2 vjet për atë Durrësin, do vije marë grup, pastaj thonë iku e marri ngeli vetëm Alabari. Pra, këto pompat për të mbyllur gojën në fillim janë shumë tullumbace që shfryhet një nga një. Pra, dyshimet e tua janë që Se di, aty do ndërtoj nuk di, ka vetëm oligarkët, se aty kanë ardhur oligarkë shqiptarë për shkak, që ndërtojnë edhe në Durrës edhe kështu. Deri tani jemi vetëm ke fjalët. Ose kompani nën kontraktore mund të. Dhe këta mund të ndërtojnë, zamiri këta. S'do vinë amerikanët Do vinë aty. të punojnë. S'do vinë punëtorë amerikanë, s'do vinë kompani amerikane. Do të jenë shtrejta. Është për amerikan, po. Si kompani nën kontraktore mund të jenë shqiptarë. Po shqiptar janë, po Alabarin Durrës për shembull i mblodhi këta të gjithë, këto kompanitë shqiptare, u thoshte kush ma bën me 400 euro metër. Edhe këta ikën të gjithë. E kupton? Pra Zvërneci Se ai vjen që kishte një shkrim të gjatë The Guardian, edhe citonte dhe Kushnerin. Ajo që mua më bëri përshtypje, ishte një gjë se po të shikosh ti Edi Ramën, kryeministrin, disa hotelierë vlonjat që i servilosen, thonë, po na rriten çmimet, se thonë e keni hotelin përballë hotelit të dhëndrit Trumpin. Në fakt është tjetra, e di çfarë thoshte Kushneri, bëhet pyetjen, ore, shqiptarët do kenë mundësinë ta shkelin ishullin e tyre? do jetë Mund të lëm në një rrugë për hiking, thoshte, po do jetë e vështirë. Pra, do jetë zonë ekskluzive. populli shqiptar do të zhvishet nga një pasuri që ka qenë e tija. ndodh kjo, Këtë duhet të jo, kjo nuk Shën ndodh. Stefani, për Kjo shembull. ndodh si në Shën Stefan, Nuk ky ndodh. në vend ose tholli se Po. dhe kjo po ndodh, edhe po të shikosh, pra po ta shohim në një plan më të gjerë. Ti ku do që kthen televizorin, sot të vjen për të vjell me Maldivet e Evropës, mrekullia e Shqipërisë turistike. Çka ndodhur me mrekullinë e Shqipërisë turistike? Ka 2 vjet që të gjitha anketat tregojnë që 50% e shqiptarëve nuk bëjnë dot një javë pushime në verë, sepse ky bumi turistik ka rritur çmimet dhe popullsinë vendese e ka zhveshur nga drejta për të pushuar në breg detit. Unë nuk jam njeri që po vdes për bukë, besoj, e din. Sigurisht. Por unë ama kam 3 vjet që nuk pothuajse nuk kam shkelur as ndërmi, as në jalë, sepse çmimet edhe për njeri të shtresës mesme janë bërë të papërballueshme. Pra, para se të flasim i qanën politike, se ky është investim politik, po para se të flasim për bumin turistik, është një bum turistik që po na pasuron, po e bën jetën tonë më të mirë, po e bën aksesi në pasurit tona natyrore më të pranueshëm, apo po na varfëron dhe po i kthen shqiptarët në sklevër të projekteve të Trumpit dhe të një qeverie që tashmë e ka hapur
e ka fare hapur që është thjesht qeveri e të pasurve që nuk punon për shumicën e shqiptarëve, po punon për një grusht pasurish. Qartë. Tani, edhe njerë të mori me dy fjali. Pse lidhet Sazani me Zvërnecin? Jo, u folë në fillim që kur doli lajmi i parë që zoti Kushner shprehte dëshirën për të investuar në Shqipëri, përmendi 2 pika, edhe Sazanin e Zvërnecin. Po ndërkohë në Zvërnec është një kompani tjetër e cila nuk ka lidhje me zotin Kushner. Është një kompani e ardhur nga Hollanda. Është një kompani... Po më thonë për këtë punën e ujit, Pra Kushneri ka mbetur te Sazani. Po më thonë që do zhvillohet procesi shkrypëzimit. Pra i ngjashëm që ndodh me këto vendet... Ndodha në Santorini, por atje ka burim me ujë, do të thënë ujë pishëm. Jo, shkrypëzimi i ujit të detit. Po pra po, ndodh në Santorini, po Santorini prap ka burim me ujë, por nuk i mjaftojnë për të se do pinë ujë ata. Do të thënë uji i detit përdoret, por nuk përdoret për masat për të pirë, për të gatuar, përdoret për të larë. Por aty, a ishull është pa drita dhe pa ujë. Për aty... Deri Karaburun thuhet për drita, do që do Po do qosh, pra do vazhdosh t'i qosh atje. Do qosh linjë që do të mbaj ishullin. Se Andi përmendi shkrimin e The Guardian, po ta shikosh të shkrimin e The Guardian ka një citim të zonjës Kumbaro, e cila thot, po ujin, dritat dhe çdo gjë do e çojmë ne, dielli dhe natyra janë aty nga Zoti Kushner do vi do bëj resortin. Pra aty do ketë investime dhe aty duhen goxha investime nga shteti për t'i çuar infrastrukturën aty. Ti mjafton të shohësh vetëm një fakt. Të gjitha këto resortet që janë bërë në jug nga biznesmenët shqiptar, shif sa po paguhen për të çuar ujësjellsat, për të çuar energjinë elektrike kështu me radhë, jo me atje që është në ishull. Tani ndryshe nga është ndodhur në Shqipëri, ku po themi edhe një gotë ujë po të përvetësohet, del sidomos opozita dhe nuk legje pa thënë, doktori del Kimenatë, këtu nuk ka fare kundërshtim për këtë gjë. Tani, a është një gjë e madhe kjo që bëhet për Shqipërinë, apo për shkak se bëhet fjalë për familjen e presidentit Trump? Dhe kanë frikë. Thonë në një fjalë, s'ton gjë fare. Po ja për shembull unë për një pjesë që vijon më poshtë për rinumërimin që mbaroi, kam Adriana Kalan, ja rastisht le ta pyesim atë se do të përgatit dhe Arlin Qorin, të lutem që e pyesim dhe na thotë në një gjë vërtet që mendon ai. Ja, e kemi Qorin, të parim, pastaj zoti Qori mirë mbrëma. Ty tani ne të kemi mirë mbrëma, si jeni? Mirë, ne të kemi thirrur sepse kur nuk përgjigjet njëri fare për një gjë, ne të gjejmë ty dhe të tresim. Se ti thua gjithmonë një gjë. Dhe ndihmon, në këtë rast ndihmon. Është status interesant kjo gjë. Po, thua gjëra që nuk thot njeri në spektrin politik shqiptar. Po pra. Varoufakun si ne cituam. Apo jo? Ke? Varoufaqi si ne e cituam. Jo ti o zotri. Jo, e kuptoj. Ti mund të thuash, unë them, po të thres që i politikan shqiptar për këtë problem fshihet. Bile Framuri më tha njerë mua këtu, ku ka oligark në Shqipëri? Autocensur politike. Dhe autocensur politike, e kupton. Tani, çfarë mendon për këtë? Mu nuk e dija në të gjove në këto minuta që folim ne, këtu, foli Klotomori për si njëri ekonomisë që është e të gjitha, gazetari ekonomisë, ju që mendim keni, zoti Qori, për këtë, për Sazanin? Është bërë mirë kjo, apo? Unë e kam kritikuar këtë, se ne kemi bërë një diskutim bashkë rreth një vit më parë, që ti e ke trajtuar si temë, edhe unë i mbetem të njëjtin qëndrim që kjo është një zbatje që i bëhet popullit shqiptar. Sazani, Zvërneci, se mos harroni që plani është të ndërtohet resort dhe Zvërnec, janë pasuria jone e përbashkët. Edhe këtë pasuri të përbashkët nuk mund t'ia falim askujt, qoftë ky oligark apo investitori ashtu quajtur strategjik vendas, qofshin biznesmen të lidhur me pushtetin politik në vende shumë të rëndësishme si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Rama po të ketë dëshirë të dhuroj diçka, mund dhuroj shtëpinë e vet, ka me sa diu një shtëpi në malin e Dajtit, mund t'ia dhuroj zotit Kushner apo zonjës Trump, apo direkt presidentit Trump po doj, qofse do të bëj qoka edhe do të përmirësoj do pak pozitën e qeverisë së tij përballë qeverisë amerikane, por nuk ka asnjë të drejtë që të tjetërsoj pronën tonë përbashkët. Nga artikulli The Guardian, që besoj dhe ju jeni referuar, po edhe nga
të tjerë artikuj investigativ që janë shkruar një vit e kusur më parë, ajo që kuptohet e që praktikisht ishulli i Sazani do shndrohet si një lloj ishulli privat. Pra një ishull për miliarderët, ku de facto pronësia do të jetë e investitorëve. Ishulli i Sazanit i vetmi ishull që ne kemi si republikë, një ishull sovranitetin real mbi cilin ka vështirë ne kemi vendosur mbas luftës dytë botërore, se kemi zotruar dot më herët, praktikisht po e falim. Edhe jo vetëm e falim, por meqense investitorët Kushner e Trump do të fitojnë edhe statusin investitori strategjik, qeveria shqiptare me parat tona do të sigurojë gjithë infrastrukturën e mundshme, nga uji i pishëm edhe gjithçka tjetër, në mënyrë që miliardat që ata do vënë përmes këtij investimi të jenë sa më të sigurta edhe sa më të dobishme për ta. Një problem tjetër që vjen nga mënyra se si po tjetërsohet ishulli i Sazanit ka të bëjë me procesin, me procedurat. Sepse dikush mund të thotë, po hajde mbase na duhet ta zhvillojmë për turizëm Sazanin. E harrojmë biodiversitetin, e harrojmë natyrën. E zëm se ram dakord që ishulli i Sazanit do të shfrytëzohet për turizëm. Po pse nuk ka një thirrje ku diun ndërkombëtare, edhe që një grup, po themi, i pavarur gjykuesish për këtë çështje, të shqyrtojë kërkesat apo propozimet më interesante, si nga pikpamja ekonomike, ashtu dhe nga pikpamja mjedisore, dhe në fund fare të zgjedhë investitorin e duhur. Me sa kuptoj unë, këtu investitori është zgjedhur përpara projektit të investimit. Dhe në zgjedhur zoti Kushner, si përfaqësues një konglomerati investimesh, dhe kjo gjë tashmë po bëhet fakt i kryer. Unë përsëri nuk e kuptoj se çfarë dobie i sjell kjo popullit shqiptar, edhe sigurisht ajo që mua më shqetëson rreth parë është lehtësia me cilën ne tjetërsojmë de facto sovranitetin e territorit të Republikës Shqipërisë. Diçka e ngjashme ka ndodhur mbi fjalën me kampin e refugjatëve në Shëngjin të Lezhës, ku praktikisht qeveria shqiptare e jep atë territor, ja jep në përdorim për një afat që ende nuk dihet sa do zgjas qeverisë italiane, dhe aty brenda ligji shqiptar dhe institucionet shqiptare nuk kanë fuqi, nuk janë të plotshme. Për gjitha këto arsye mua më duket një transakcion të jetë problematik, dhe nga ana tjetër do doja që të dëgjoja sa më shumë zëra në spektrin politik shqiptar kundër një transakcioni të tillë. Se nganjëherë unë vrej dhe njerëz që justifikojnë me një lloj kinse patriotizmi. Pra, meqense ne jemi aleat strategjik të SBA-s, atëherë duhet kujdesim edhe për interesat financiare të parefisit të presidentit të SBA-s. Gjithsesi unë dua të kujtoj që aleanca jonë strategjike është me SBA-n si shtet, edhe me institucionet politike të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jo me biznesmen apo me parefis të pushtetmbajtësve në SBA, sepse kam përshtypjen që SBA-ja është një shtet shumë më serioz nga ç'duan ta portretizojnë kur i shohin po transaksionet me kunatin, me vajzën, me kushurinë e funksionarit politik, si të ishin duke bërë tendera në një bashki të dorës tretë në Shqipëri. Pra, këtu frika ime është që keq kuptohen edhe marrëdhënia ndërkombëtare. Marrëdhënia ndërkombëtare shihen si këto ortakëritë e pista me leje ndërtimi që ndodhin zakonisht mes kryeministrit, kryetarit Bashkisë Tiranës, dikur edhe oligarkëve apo klientë të tyre, ndërkohë që edhe në marrëdhënia ndërkombëtare ne duhet të jemi shumë më serioz se sa kaq, dhe nuk duhet ta vëmë Shqipërinë tonë asnjë cop territorit të Republikës së Shqipërisë në një pazar që është për tepër për interesa thjesht ekonomike, financiare dhe jo mirëfilli politike. Arlindo, unë falenderoj shumë që na ndihmove me këto fjalë që the, domethënë me preshin të fundit që the që në këtë nuk duhet parë si fare fisni, po jo kur është të ndri Trumpi tani dhe djali e kupton. Djali vajti në Beograd dhe ndri Karë. Po tani se e kemi bërë SBA si të jetë bashkia e fundit e Republikës së Shqipërisë tani. Po le të jetë edhe ndri Trumpit, le të jetë edhe i birë apo e bia Trumpit, shtetet janë shumë më serioze se sa marrëdhëniet parafisnore. Tani unë e kuptoj që edhe SBA-ja është një lloj tranzicioni. Tani përveç sepse aty duken ca simptoma që kanë qenë më tepër karakteristike
Përveç me jetës që këta s'ta jep shumë asnjëri. të çajtë si Shqipëria, po prapë se prapë institucionet dhe historia e shtetit amerikan është shumë më komplekse dhe serioze. Arlind. Se Okej, mua me ty jam unë, po përveç jetës këta, politikanë se nga jetë shqiptarë, kemi sigur jemi kthyer te koha. çdo gjë tjetër e japin tani për Trumpin dhe për jepi një dregë dhe merr në një gjë përfitim. Po tani se Trumpi tani se ti vetëm ti flet shurë, ndaj dhe të tirëm ne. Se ke parë ke dëgjuar njëri nga opozita, pyeti sa duhesh. Fshihen, kam marrë unë telefon 20 vetës. Po do shpresojnë ata, shpresojnë derzin që të kenë ndonjë këtu në shtëpi Gjan Gjin njeri nuk pranonte. Kam frikë që do dalë huq. Dakor. Falenderoj shumë. Ka dhe një problem të Ja, se ka diçka... Se po t'ishte dhe Andri Bidenit, për shemë sot do në agjende Belajan. Edhe nesër mund vijë president tjetër atje. Dhe kjo... Ky thot që po erdhi në 7 presidentëve. Fëmijët e 7 presidentëve këtu mbaron dhe toka. Jo, mund vijë. 28 kilometra. Po them tjetër. Është përmendur ky rast dhe është shqyrtuar gjatë në komisionin e timor të Kongresit Amerikan. Po të vi nesër një president arbik me Trumpin. Demokratët e kanë një nga kuajt e tyre të betejës. Qanë koka i tani ai për para flete për të gjithë, Kanadaja shion ato kjo është tona, do marim dhe këte, do marim dhe atë për shtetin. Dërsa këto tjerat i merr me dhënien dhe me këta. Arlind, gjithsesi faleminderit shumë. Të uroj gjithë mira, do pafshim gjithë. Faleminderit. Nëse mund të themi gjë, patjetër. Problemi më i madh është te lloji i modelit ekonomik të zhvillimit që ka Shqipëria. Se do të futim dhe Adriana, nëse i beti Kjevi. Qofse në 12 vjet ne Rama për shkak të qëndrimit gjatë pushtet ka dhe përgjegjësinë më të madhe për modelin ekonomik të zhvillimit. Në shkrimin e The Guardian kishte një moment cilin ministria fliste për turizmin masiv, i cili sillte vështirësh dhe ndoti. Andi përmendi me drejt çështjen që nuk ka plazhe për të varfrit, pra domethënë po zvoglohet gjithmonë shumë hapësira për të varfrit. Pra përmenda këto dy element për të ilustruar kritikën time ndaj modelit ekonomik të zhvillimit. Pra çfarë lloj turizmi do lejohet? I përzierë, nëse mundemi të bëjmë një gjë vërtet shumë të rëndësishme le të jetë edhe ndër Trumpit. Jo, prit, po ne do themi pse nuk flasin këta. Nëse mund të bëjmë një kritik, unë mendoj që kritika blen për gjithë sistemin tonë ekonomik. Dhe për modelin e turizmit që është. Për shkak kontekstit. Prit, tani kur shkon puna te investitor strategjik, në momentin kur ne kemi lejuar lloj investitor strategjik, një investitor kaq cilësor është dobi për ne. Dhe këtu mendoj që Klodi kufizohet në në aplikimin e gjithë aftësive të veta për të analizuar efektet. Efektet pozitive nuk janë thjesht dhe vetëm ato që u përmendën. Unë mendoj që janë më shumë, por gjithsesi janë efektet dhe në imazh. Efektet në imazh ndoshta nuk kuantifikohen dot në pikpamje kështu matematike në mënyrë të drejtë për drejtë. Së dyti, në momentin kur ne nuk kemi termat e kontratës, janë duke negociuar, s'mund ta paragjykojmë që pa lindur këtë model. Së treti, edhe vendet fuqishme ku ta gjejnë që ndërtojnë një lloj mbledhësie të tillë që është politiko-ekonomike, si kjo me familjen e ndër presidentit Trump. Për t'u përmendur, Trumpi vetë vizitoi të vendet arabe, që ishte një shkelje e ritualit të vizitat të presidentit amerikan, i cili zakonisht shkonte në Evropë, nuk shkonte në Arabi Saudite, në Katar, në Emirate, para se të shkonte në Evropë. Dhe u kthye me marrëveshje investimi që shkon nga $1 trilion. Dhe ky ishte, Jared Kushner ishte ndërmjetësi këtyre investimeve. Pra, nëse Amerika e përdor pa kurfar kompleksi një familjar të presidentit për të thithur investimet cilat janë private, por ama përfiton gjithë ekonomia amerikane, nuk shoh se pse një vend kaq i parëndësishëm si jonë. Dhe për të mend diçka, se ishte një shkrim nga gjithë shkrimet serioze që janë bërë për këtë investim, Gens Burimi, i cili është kritik i qeverisë Rama, përmendë shikoj se Jared Kushner është dikush që ka afinitet, ajo firma quhet Affinity, kompania e tij, po edhe me Soros, pra ka një lloj lidhje të majtëve me të. Dhe, po, unë duhet të përmend dhe një moment tjetër që është. Ja, ta dëgjojmë, se vazhdon ti, po ta dëgjojmë edhe në kalajmë për shkak. Se rastësisht ajo është për problemin e rinumërimit. E mbase s'do të thosh, do të kërkuar leje, po të thoshte ty që... Jo, më kërkoj, do flas ta. Dhe flet kjo për oligarkinë për këto, nuk për tonë, të mi drejtën. Që mendon tani Adriana ti për këtë
Sazanin aty e të gjitha që vjen. Tani, Erdhen ata, i peti i Ivanka me... Po, së pari njerë, ne si shqiptar kemi këtë virtytin e arresës, edhe këtu përfshiesh dhe ti Ylli, sepse në 2022-shin... Po mos kishim këte do kishim vdekur. Po, Se jo, mirë nuk do është... kishim ikur... Jo, mirë nuk është që pa ta arresën vdes njeriu. Jo, mirë nuk është ta kemi këtë arresën, se të duhet I kujtojmë gjërat. Jo, kur e bëjmë me qëllim. Patjetër. Po arresa Patjetër. është një nga 28 emocionet më të rëndësishme të njeriut. Mirë, mos dalim nga thelbi. Atëre në studion tënde, në tetor të 2022-shit, unë mendoj se ti kam përmendur me emër të gjitha oligarkët, edhe kjo mbase është edhe arsye. Kemi për oligarkët, e kemi... Jo, për emrat, më the për emrat. Po themi jo pra që se keti, e ke këtë guxim. Atere, të kalojmë këtu. Unë mendoj që pavarësisht se ai ishte dhëndri I Trumpit, qoftë me shtet aty ku është, bashkë me vajzën e Trumpit, me gjithë respektin që kam, ajo që më shqetëson mua, në këtë aferë është problemi I transparencës dhe I llogaridhënies. Dhe në këtë vështrim, unë të gjithë problemin, qoftë si juriste, po qoftë si qytetare shqiptare, e kam me qeverin e kryeministrit Rama, I cili në të gjithë rastet precedente bën të njëjtën gjë ashtu siç kundër ka bërë dhe me Sazanin. Dhe kur flas për transparencë, ajo që ne duhet na shqetësoj është çfarë informacioni kemi në lidhje me këtë investim, se me vërtet mund të na përplasi në fytyrë propaganda 1.4 miliard euro. Por është e njëjta propagandë që na përplasi dhe ato 2 miliard eurot të marrëveshjes parë me kompanin Amar, pra kompani shtetërore. Por ku përfundoi porti I Durrësit? A përfunduam në një marrëveshje që edhe sot e kësaj dite, ne jo vetëm nuk kemi transparencë dhe llogaridhënie, por nëse bëjmë një balans, ashtu siç e tha dhe Klodi, midis shpenzimeve dhe përfitimeve që do ketë Shqipëria, se nëse ne flasim për përfitime që do ketë Shqipëria, ne patjetër që duhet jemi dakord dhe duhet I mbështesim të gjithë këto investime. Por, a e dini që sot, jo vetëm që nuk flitet më për 2 miliard euro investime në portin e Durrësit, se nga port I Jahtes është kthyer në një investim në apartamente dhe hotele. Se tani nuk kemi në fushat elektorale. Jo, unë nuk kam asnjë më interesi, unë po flas për të vërtetat. Më fol edhe për procesin në portin e Durrësit, në portin e Durrësit, ne po ta kujton. Po jo pra, në portin e Durrësit kemi një humbje prej... Po dakord, po tani unë nuk po të bëj, po nuk do diskutoj në këtë emision të gjitha këto. Po pra, jemi përpara të njëjtë situatë. Po pra, jo jemi në të njëjtë situatë. Ky është një proces që vazhdon. Në të njëjtë situatë edhe me Sazanin. Pra, për mua kjo që vjen Kushneri aty na bën mirë. Jo, nuk na bën mirë fare. Nuk na bën mirë për sa kohë që ne nuk kemi as informacion se kush janë kostot. Mos e ke gabim këtë. Jo, unë ky është mendimi im personal. Thash, sepse kam dhe një favor tjetër, Ylli, që kam dhe një licencë prej ekspertëve kontabël. Jo, nuk më intereson fare unë se çfarë mendon Lela apo kush do tjetër. Jo, Lela, jo, më lartë se Lela, Po, qoftë dhe më lartë, qoftë dhe më poshtë. Unë po jap, më keni pyetur mua, dhe kur të vi dikush tjetër në studio, mund t'japi mendimin tim, mendimin e vet. Unë mendoj që kjo është një aferë e gabuar, është një aferë korruptive, është një aferë në dëm të interesave të Shqipërisë, përsa kohë që ne nuk kemi asnjë transparencë se çfarë benefitësh përfiton Shqipëria. Është kaq e thjeshtë, sepse nëse ne do kishim një strategji për ta zhvilluar Sazanin, është shumë gjë e mirë që të zhvillohet jo vetëm Sazani, por çdo cep I Shqipërisë, mund të hapej një garë, mund të kishte edhe 10 kompani shqiptare apo kompani tuaja që do konkuronin dhe do ta fitonin. Kush do investonte projektin më të mirë dhe projektin që kishte përfitimet më të mëdha Shqipëria. Po për sa kohë që vendoset që këtë garë do ta fitoj X-i apo Y-i, pavarësisht lidhjeve që ka me presidentin e Amerikës, sepse
normalisht që ne marrëdhëniet dhe nuk i kemi as me dhëndrin e Trumpit, as me Trumpin, ne marrëdhëniet i kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe unë vazhdoj t'i qëndroj atit opinionit tim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë patjetër mik i Shqipërisë, janë partner strategjik i Shqipërisë, por unë, si që kam thënë dje për ambasadën amerikane, e them dhe sot, ambasada amerikane duhet të mbaj pozicionin e vetë në Shqipërinë tonë të mirë, ashtu si që përcaktojnë marrëveshjet ndërkombëtare dhe Konventa e Vienës. Shumë bukur e theti. Gjera ka... Sepse nuk mund ta pranojmë ne, nuk mund ta pranojmë ne kur na shan ambasada e Bidenit, ne hidhemi kundërta. Kur na shan ambasada e Trumpit, kjo qënka e mirë. Hajde ta analizojmë pak të sharje, nesër është më e mirë. Adriana, jam dakord, po... Shqipëria është e jona, nuk është as e dhëndrit, as e madje do të sqaroj edhe diçka që është shumë e rëndësishme. Me që se e tha zoti Qorri që mund t'i fali atë shtëpinë në Surrel, fatkeqësisht atë shtëpinë në Surrel nuk e fal dot, sepse ajo shtëpia në Surrel ylli është e grabitur dhe me që se mediat janë të blera gjithë nga zoti Rama, nuk e kanë dhënë që unë vetëm në muajin prill dhe në muajin maj kam fituar të 2 gjyqet në lidhje me tokën e Surrelit. Mos mi the këto të fundit për të kompensuar atë të parën? Jo, fare. Se ai po ta ketë dëgjuar atë të parën të quhen? Kush? Që është gabim kjo e Kushnerit? është patjetër, vazhdoj ta them, do ta mbyll me këtë. Është gabim dhe është gabim shumë i madh në dëm të interesave të Shqipërisë. Opozita e ka thënë atë që procedura nuk është transparente. Nuk është transparente, ka thënë. Tani, Adriana, faleminderit, do jemi pak më pas, pasi të flasim edhe për një gjë që ka shtyrë Trumpi, do jemi dhe pak këtu dhe pasi do të kesh pa durime, se kemi ngarkesa sot shumë dhe do të presësh. Tela po? Tani, ne kemi mbi një vit që flasim për këtë çështje dhe ende jemi thjesht në kuadrin e projektit. Pra, nuk kemi asnjë gjë përveç dokumentit që ka përpiluar Kryeministria, se si duhen bërë negociatat dhe kush duhet i bëjë negociatat, nuk kemi detajet tjera të projektit. Dim thjesht që një kompani me një fond arab, 1.4 miliardë euro, do investojnë në Sazan. Sazani ka qenë jetë e mot një ishull gjysmë bazë ushtarake dhe më pas është lënë i shkret. Dakor, gjithmonë është dashur të investohet atje dhe nuk merrte njëri guximin të investonte. Edhe duhen shumë para me të drejtën. Nga kjo pikpamje, domethënë nuk besoj se ka pasur shumë interes që të hapë një garë dhe kush fitonte garën të investonte. Tani, ne flasim në një moment kur ligji për investimet strategjike na ka parë edhe atë të Durrësit dhe për ato u bë një debat i madh për sa i përket transparencës dhe u detyroi dhe qeveria të jepte llogari dhe në fund shifrat dolën ashtu siç pretendonte opozita. Në këtë rast, ende nuk kemi një debat. Nuk kemi një debat për interesa politike të opozitës, është çështje e tyre. Por publiku do duhet të informohet se sa kushton ky projekt, sa jep shteti shqiptar dhe sa merr në këmbim. Nëse në këmbim ne bëjmë një paralele me atë hetimin që donte të bënte opozita për avionin charter të kryeministrit, në llogaritë e tij ishte që paguante shumë më pak se kryeministrat e mëparshëm, por jepte publicitet kompanisë Air Albania. Edhe në këtë rast e njëjta logjik po përdoret. Pra do ketë marketing Shqipëria nga vala e turizmit të milionerëve. Por në rast se ishulli do jetë i paksesueshëm, ata do vinë me helikopter atje, do harxojnë parat brenda një rrethi të ngushtë dhe nuk do paguajnë as taksa në Shqipëri, atëherë këtu duhet parë se sa vlen ky investim. Sepse këtu investime strategjike ne kemi parë edhe me plumb gjokën. Po sot po diskutonim për dënimin e tij. Kemi pa investim strategjik edhe për Olta Xhaçkën me bashkëshortin. Por në të dyja rastet ka qenë prona falsifikuara. Kemi parë investime strategjike në gjithë vijën bregdetare nga kompanitë panjohura që kanë marrë pasuri publike dhe e shfrytëzojnë për interesat e tyre personale. Kemi shumë pak 2 ose 3 me gishtat e dorës numërohen investimet mirëfillta strategjike me kompanitë huaja. Kështu që gjithë debati është sa transparent do jetë kjo aferë dhe çfarë do fitoj publiku shqiptar, populli shqiptar në avans me këtë. Nëse nuk kemi një bilans të tillë, atëherë shkot që vazhdojmë këtë debat. Atëherë fshat kemi në një gjë? Nëse të them diçka tjetër. Që kjo ka një komponente po themi të
të ndikimit geopolitik, apo të ndikimit, po themi, të Ramës tek administrata Trump, kjo është e vërtet, megjithse për hir të vërtetës ishte diçka e negociuar kur nuk di enda fitonte sfitonte Trump, se do duhet ta llogarisim me këtë. Por që ka këtë komponente, ka këtë përbërëse, pra që Rama, madje vendime u morë pikërisht për këtë arsye, u morë në fund të vitit. Qartë. Por, shikoni skenarin tjetër, se ai po investon edhe në Serbi, edhe atje ka kontestime, ka probleme, po i diskutohet edhe procedura dhe ajo vërtetësia e njëri për të elementet të procedurës. Imagjinoni sikur ai të investonte vetëm në Serbi. Në pikpamjet geopolitike, ne do duhet të shqetësoheshim që pra që serbët i ofruan një vend si ai në qendër të kryeqytetit tyre, në një zonë bombarduar nga NATO. Në zonë bombarduar nga NATO. Jo, pikërisht për të Vučići. Vučići. Është i njëjti model. Pikërisht pra, po Vučići me zgjidh probleme kështu. Fal, pra Vučići, nëse do kishte vetëm Serbi, ne do duhet të shqetësoheshim, mendoj unë. Se nuk shqetësohet. Ne jemi vende të vegjël Ballkanit. Që nuk edhe të tjerë shqetësohen, kjo është arsye pse filloi të shtypi grek. Edhe shtypi grek merret me këtë. Dakor. Grek është marrë me këtë. Shtypi grek me atë punë merret më. Do me thënë, ti thuaj që Rama e ka një investim strategjik për të forcuar... Këte e ke pjetë, më falë, të thash 7 argumenta, po këte e ke vetin më të madhe... Vetëm e këtë argumentu mora unë të tjerat... Jo, kjo është thjeshtëzim, dhe për shkak të thjeshtëzimit... Jo, pra, nuk është thjeshtëzim, ka vënde... Thash, unë mora 7 argumenta... Ka vënde që e bëjnë këtë. Jo, të thash ka 7 argumenta. Për mua, për shembull, është qetësuese që Serbia të kishte akses tek familja e presidentit nëpërmjet një investimi me karakter simbolik, më të madh se sa Shqipëria. Pra këto kuptim shpeshherë vendet i krijojnë, po Vučići profesor Serbin tani, kjo tani unë kuptoj që për lehtësitë, domethënë e kuptoj thjeshtëzimin, po thjeshtëzim kur janë 10 fakte dhe ti thua do marr vetëm këto fakte se kështu është më thjesht. Thjeshtëzimi është ti kesh 10 fakte ti të sintetizosh apo jo? Ne më duket Vučići e profesor Serbin, ka 10 vjet, asa vjet. Po, edhe Shqipërinë Rama e përfaqëson, padyshim. Do me thënë, ne përpara bëm një analizë, që si është kjo në raport me turizmin masiv, me turizmin elitar, sa do jenë kosto, taj leverdis, kjo budgetit Ska analizë, pra. Shqiptar. Dhe po të shikosh gjithë këtë, që nga fazat e konsultimit publik, bëra farës e tjere, kjo të regon që nuk ka një analizë benefitesh për Shqipërinë. Është tek e një njeriut vetëm, që unë po shkoj të takoj gjeta mundësin dhënë e Trumpit me anë të Grenelit, vlla qa do t'in Shqipëri. Pra, duket që në zanafil është një interes personal që e ka pjellë gjithë këtë. Dhe prandaj të gjithë këto hallkat e tjera janë shpërfillur. Prandaj, në logjikën time, prandaj ta bëra pyetjen. Kjo është një nga ato qokat, ore, qa të bëj unë të regulloj me melonin, meri zgjidhi këtallin melonin. Pra se, fillimi interesimit familjes është para se fushatës amerikane. Bile ati ju kontestua e tha që jo po t'ishe në rol, e këton, pra, ka ndodhur kur ka qenë Biden në pushtet. Lutëm, llogarit e kohër. Pa nuk duhet parë domosdoshmërisht ashtu. Dhe prandaj të përmenda për të qenë super korrekt me faktet që kjo familje Jared Kushnerit, ka lidhje edhe me Sorosin, i ka blerë ca radio, një rrjet të radiosh publike, etj. Pra, ti dhash të gjithë elementet, por mos i shkëput. Se nuk ndërtohet, pikërisht pa, nuk ndërtohet analizë, thjesht dhe duke marrë vetëm një fakt. Është komplekse gjëja. Biznes bota është një gjë tjetër. Do me thënë kjo, prapë se po duhet të kuptoj që do të thuash. Ti thua që kjo është një rrugë normale biznesi që erdhi ore ka interes. Po këtu është shpallur investitor, si që i përmendi kjo lloj investitor është tani, edhe këtë do ta paragjykojmë si që i kemi paragjykuar. Po pra, se kur flasim për punë gjokën, themi u bë investitor se vithe zgjedhjet në Shkodër. Kur flasim për troplinët, themi u bë investitor se mori... Ky është leximi që bë, ky është ajo që do të sistemi yt i thjeshtëzimit. Ka lloj investor strategjik, nuk e kanë merituar, edhe këtu biem dakord ne. Mi po tani ne nuk mundet me të njëjtën pushk, a me të njëjtën çifte, ku diun me dylbi,
ti godasim që të gjithë. Mendoj që është më arsyeshme që të analizojmë kur të kemi në dorë llojin e modelit të bashkëpunimit. Po ashtu, ai njeriu që vetë investon aty, kujdeset pak për imazhin e vet. Pra, kujdeset të jetë një model që të ketë në themel një lloj transparence. Kam përshtypjen që procedura që u ndoq mori ca kohë, nuk ishte automatike, ëh? Dhe nuk po veprohet me shpejtësi si mund të imagjinojmë. Nuk kujdeset ai shumë, sepse po pe Serbin, në Serbi u bë skandal, kishin falsifikuar dokumentat shtetërore për t'i dhënë. Pra, këta vinë si në Republika Bananesh. Se ti beson Gardianin ti gjithmonë, prandaj Gardiani ka shkruar. Ta vinë në Republika Bananesh dhe ku nuk ka konkurencë, ku nuk bëhet garë, ku njofin të parin e vëndit, dhe thotë, dua këtë tokën këtu. Se nuk shkojnë të bëjnë Francë, në Italia, po ne kemi zonat e bukura. Tani, mendoj që ka që ishim për këtë moment, kemi dy problematikat të tjera, të cilat do të përpiqemi të reduktojmë në jo në shumë minuta. Trump ka zgjatur emergjencën për Ballkanin. Presidenti Trump ka firmosur zgjatjen e emergjencës kombëtare në lidhje me Ballkanin. Çfarë Ballkani perëndimor? Çfarë do thotë kjo në praktik? Për non-gradat, është fjala, dhe me gjerë për vendin tonë. Do të përpiqemi të themi ndonjë gjë. Çfarë do thotë kjo për Ballkanin dhe me gjerë për vendin tonë? Pra, Trump ka firmosur të njëjtën gjë që ka bërë Bideni. Ka zgjatur afatin. Ka zgjatur afatin edhe një vit. Që non-gradat do të jenë, nuk do të ketë ndryshime. Do të ketë drejtë të shpallë persona non-grata në Ballkan edhe për një vit. Edhe vitin që këtë vit që jemi, do të ketë drejtë për të shpallur non-grata, përveç atyre që kemi. Të majtët të tani kanë interpretimet e tyre. Të dy paret bushat kanë interpretimet të ndryshme. Të majtët thonë që Berishës nuk i që non-grata, pas sa që ndodhi. Dhe është ka bërë argjet kota. Shumë argje që i ka bërë kota. Shpenzimet kota. Por, Berisha thotë që kjo është një gjere që po bëhet për Ramadurën. Për të shpallur Ramën. Për të shpallur Ramën, më grata. Nuk është për këtë, thotë. Ndaj e morëm në tani që ta hedhim pak në diskutim. Si mendoni ju tani? A duhet të vijoj opozita Bushat të shpresoj për heqjen e non-gratës dhe për shpëtimin që do të vinë nga administrata Trump? Duke lidhur këtë dhe me diskutimin për Sazanin. Se folëm tani për Sazanin e, që e mori Dhëndri. Tani Dhëndri del mi fort, këtu. Ne? Del mi fort. Po, por problemi është ky, që opozita e ka marrë një lloj suksesi, a do i hip në lidhje me non-gratën e Berishës. A do i hiqet deri në fund, tu nuk besoj se sa do që të loboj Shqipëria, sa do që të loboj PD-ja, kanë aq fuqi sa të marrin diçka që ndikon në politikat e mëdha të departamentit shtetit. Ajo që për mua këtu është lajm është një gjë që një pjesë e propagandës të opozitës është mbështetur mbi një fakt, në qëndrimet e disa kongresmenve dhe senatorve republikan që e kanë denoncuar motorin e non-gratës si një gjë që është përdorur kundër qeverive apo forcave konservatore në botë nga administrata demokrate. Kjo lloj propagande ka rënë dhe kjo është një minus në propagandën e opozitës. Kështu që, pra, a ka më shumë vënd pas kësaj zgjatë, që në fakt kjo është zgjatje rutine, e bëjnë gjithë. Pra, çdo administrat e zgjatë dhe një vit, e zgjatë dhe 2 vjet, një lloj politike të caktuar. Por, a përbën vazhdimi kësaj rutine një plus apo një minus në propagandën e opozitës, për mua është një minus se një argument ka rënë, është rrëzuar. Falë. Në zërgo? Ky është një instrument cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përdorin që nga viti 2001. Përdoret që nga viti 2000. Nga 2001 dhe ky pra e quhen interes nacional, zhvillime të caktuara, procese të caktuara në Ballkan, Dhe Shqipëria është futur në këtë proces
në vitin 2021 nga presidenti Biden. Kështu që sinjali më i rëndësishëm nga kjo që ndodhi, nga kjo shtesa një vit, është sinjali vazhdimësisë. Edhe një kritik i presidentit Trump si Daniel Server, që ka qenë ambasador i demokratëve, është ky është veprimi dur, i vonuar, por i dur. Presim veprime më të vrullshme me gjithata. Pra ky është interpretimi që i bëri një ekspert si Daniel Server, ekspert i Ballkanit. Pra gjykimin tim, duke qenë sinjali vazhdimësisë i dy presidencave, pra nga Bidenit e Trumpi, është për të vlerësuar, që do të thotë që Trumpi vazhdon ta ketë prioritet Ballkanin siç e ka patur edhe presidenca Biden. Pra në kushtet kur ne kemi thënë vazhdimisht këto muajt e fundit që shkoj se Trumpi nuk e ka mendje fare nga Ballkani. Ja 5 ambasadorës nuk janë në Ballkan. Në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni po ikën, Martëzi, Serbi. Pra, s'kemi sinjalet, janë të heshtura, janë me meca ambasadat. Ky është një sinjal i fuqishëm bashkë me disa sinjale tjera, për shembull Trumpin takimin e fundit në Hag, e përmendi sërish Kosovën. Brenda një jave e ka përmendur për herë dytë dialogun Kosovë-Serbi. E përmend si merit të vetëm. A është pak qesharake tani se. Tani a është qesharake apo jo? Kur ta jap hapësirën, pastaj ta tregojmë as qesharake apo jo. Jo, bëjmë herë tjetër, po dëshë se zgjatemi shumë këtë kohë, po ai nuk ka zgjidhur ndonjë problem Donald Trumpi për Kosovë. Sepse erdhi presidenca tjetër. Erdhi presidenca tjetër. Shën si ka tjetri do vi. Jo, pa e thaj. Është ardhja e tjetrit, ja është vdekja, ka procese të ndryshme. Ai tha, por ma prishi Donald Trumpi Biden. s'ka si ta zgjatur. Është qesharake. Ai thotë, le ta thotë Donald Trumpi. Asgjë nuk ka zgjedhur në Kosovë. Përkundrazi. Nëse tani ti na ndalon në fjalës Jo, përkundrazi, jo, po se kemi këtë temë. Përkundrazi është bërë keq aty. Ashim tha që ishte në burg bashkë me të tjerë për këtë arsye. Jo, asnjë shkak. Po e përmend, po nëse ti që nga gabim që tha që është atje. Po e futën të tjerët në burg. E futën të tjerët. Po të tjerët po për shkak të kësaj që fillon të bënte Trumpi. Ja. Po e futën unë. Si unë jesë është temë gjatë. Hajde, tjetër temë. Dëgjoj tani. Okej. Tela ke gje për Tani, që nga dita e parë që ka ardhur në president Trump, edhe ka shpallur non grata me Andrew Rubios, edhe ka hequr non grata. Ka qenë dy të vdekurve në Ballkan. I ka bërë 2 veprimet. Kështu që zgjatja e fatit një vit, që përfshin gjithë Ballkanin, jep mundësinë edhe të shpall dikë tjetër, edhe të heqë ndonjë nga. Do thonë Trump mund të bëjë gjithçka. Dhe e fundit çfarë bëri dje? Bën çdo gjë. Dje i thoshte gjykatës Izraelit mbyll çështjen e Netanyahu. Netanyahu akuzohet për korrupsion atje. Ka qenë 2021. Mbyll çështjen e thotë gjykatës. Mbylli çështjen gjykatës se po bën gjuetisht shtrigash ndaj kryeministrit atje. Dhe nëse nuk e mbyllni, do sillen ndryshe me gjykatën. Kështu që të heqi apo të vënë një non grata nuk e ka pikën e problemit. Këtu normalisht do jetë retorika politike. Ajo pjesa tjetër thotë nuk do e heqë Saliut, kjo pjesa tjetër thotë që do e vendosë Ramës. Po konsum publik, nuk është se kanë gjë në dorë. Do me thënë, a duhet të shpresoj opozita ishte pyetja që jo vetëm blegjën nga gratës, po që do t'i vije mira dhe nga Trumpi. Nëse do t'i vinte, do i vinte para zgjedhjeve. Tash pas zgjedhjeve. Opozita mendon se këtu i ka hedhur shpresat e mëdha. Që e mira vjen nga Trumpi. Kupton gjeti këtu ajo. Unë them, ta kam thënë që kur u bë para se të bëj pushteti në Amerikë dhe i mbahem asaj, do me thënë, Shqipëria u bë një autokraci me mbështetje amerikane. Dhe paradoksalisht më mirë për Shqipërinë të vazhdonin demokratët, se sa doruanin paktën një fasad, kurse indiferenca e Trumpit pas dëmit që bën demokratët, ishte kombinimi më i keq për instalimin. Edhe Trumpit nuk e the keq. Tani, po pra indiferente më. Demokrat ngele dhe ti. Jo, unë nuk kam lidhje me. Me asnjërin nga këta tani, edhe nuk flitet që të bëjnë. Presidenti Trump tani nuk erdhi kot aty. Amerika votoi gjitha me dha votë madhe më dha. Diçka e madhe ka çaluar aty,
është dëshiruar diçka e madhe që të ndryshojë që kanë sjellë presidentin Trump, i cili mund të rregullojë vërtet botën. Tani, do kalojmë tani një moment që mendoj edhe është, po dhe nuk është i rëndësishëm. Asgjë rinumërimi mbaroi tela fare? Jo, se që kanë shtu dhe kutit e diasporës. Sa janë? Janë 500 kutit tjera për të numëru. Edhe 500 tjera u shtuan tani. Në këtë vapë të mërshme gjithë. 1700. Po prapa përmbarimit është. Janë shtuar dhe që nga shtuar të nderuar të shikus edhe diaspora, tani u shtua. Jo, një sekund, më falë. Mos e ke gabimë. Jo, në total në gjithë Shqipërinë janë për... që kanë ngellë edhe një 70-80 kuti për të numëruar. 70-80 kuti që nuk ka në një... Tani, ç'ishte përfundimi në rinumërimin e votave? A pati diferencat seksuara? Ç'na tregoi procesin Tiranë? Adriana Kalan më nëzirët. Tani zonja Kalaja ju kam parë shumë shqetësuar. Pare, po pse? Ngajnë. Vazhdimisht, jo. Atere, po eqim fjallën, shqetësim, ju kam parë në punë shumë. Përfshirë. Po tisha përfshirë. e shqetësuar, do kësha bërë ankim. Fakti që s'kam bërë ankim, tregon që nuk... As janë kimim s'ke bërë? Jo, s'kam bërë ankim, sepse në këndvështrimin tim, i gjithë rinumërimi është një fars më e madhe se farsa zgjedhore. Fars thua gjithë rinumërimi? Patjetër. Po si ka mundësi që ti bën përgjithsisht ankime dhe këtu nuk bëre? Po nuk bëra sepse e di shumë mirë që e para KQZ-ja, ashtu si çdo institucion në Shqipëri, është në varësinë e kryeministrit Rama, dhe për mua është hipokrizi nëse ti mendon që je në një regjim, ti mendon që ky vend drejtohet nga një autokrat, pas ka kapur 5 institucione të tjera dhe na pas ka lënë KQZ-n apo kasin. Aty janë disa sharlatan të cilët paguhen nga Edi Rama, ju zjat mandati fatkeqësisht në shkeljet e ligjit nga një marrëveshje dypalshe, dhe unë nuk pres që qoftë Celibashi, qoftë antarët e kasit, të mbajnë një qëndrim në referim të dispozitave ligjore, apo në referim të interesit më të madh publik, që është transparenca. Pse e them këtë? Si mund të hapet kutia e votimit dhe nuk pranohet në mënyrë absurde të hapen kutijat e materialeve zgjedhore? Sepse çfarë tregon kutijat e rinumërimit ose të rinumërimi i votave? As më pak dhe as më shumë, por disa gabime njerëzore apo se disa manipulime të vogla, të cilat nuk ndikojnë në rezultat. Por që ndimojnë këto tani materialet zgjedhore po u hapën? Po patjetër, aty vërtetohet. Si vërtetohet? Do me thënë, përveç atyre denoncimeve që ka bërë Partia Demokratike dhe zoti Berisha i blerjes së votës pa shkuar në kuti. Po ja pra ta janë. Jo, s'kuptoj gjë këtu. Tani. Se si materialet zgjedhore, se aty u numëruan votat. Dhe dolën parafërsisht ashtu si më falë, kutia e votave, di çfarë ka kutia e fletëve të votimit ylli? Çfarë ka? Ka një proces verbal që thot Adriana Kalaja ka marrë kaq vota, X-i ka marrë kaq vota, Y-i ka marrë kaq vota, pra ka një proces verbal të komisionerëve të numërimit. Ndërkohë, kutia e materialeve zgjedhore, që për mua është kyçi nëse do kishim një transparencë sipas ligjit. Zonja Adriana, mos ndoshta ndërlikohem shumë. Jo, nuk e ndërlikova. Kush do ta kuptoj e kupton. Sepse... Oj, unë që nuk kuptoj, po them se jo të gjitha gjërat i kuptojmë në këtë botë. Atere, aty shikohet... Ti po thua pse si janë hapur gjërat tjera. Po jo pra, aty shikohet, dhe di çfarë shikohet. Sa votus ka pas ajo qendër dhe sa kanë votuar, a korespondon numri i personave që kanë votuar me proces verbalin, kush ka paraqitur kartën, sa firma janë, kush ka vendos atë gishtin aty ke sistemi i patjetër, sepse këto janë... Po këtu po u gjetë edhe kjo e gishtit këtu, kalojnë 4 vjetë vinë zgjidhjet e tjera. Po
Po do numërohen dhe gishtat. Po jo, më nuk numërohen gishtat. Ka materialet zgjedhore. Tani nëse ju e ktheni për humor, unë e mbyll edhe vazhdoni çështën dhe bëni humor. Po edhe bëjmë një shaka të vogël. Po nuk këtu. Jo, më fal, nuk ka për të bërë. Në kryetarin e PD-s. Jo, nuk ka. Edhe me Flamonin kur vjen ndonjëherë unë bëj një shakat. Po më mirë, bëni. Ne pranojmë tani shakat me njëri tjetrin. Tashi kur tiet Flamuri le bëni shakat me Flamurin. Aq më shumë që unë jam në një studio tjetër dhe nuk bie dot në sinkron me diskutimet e juaja. Është shumë e thjeshtë, nëse do flisni me një jurist apo një person që ka eksperiencë nga votimet, nuk ja keni thënë ju kolegëve tuaj në PD këtë gjë që kur kërkoni rinumërimin, e kanë kërkuar. Atëherë kolegët e mi e ka rrëzuar Kasi. Kolegët e mi, po flas për Tiranën, meqense unë kam qenë kandidate për Tiranën, thash unë nuk kisha asnjë lloj pritshmërie dhe kjo ishte arsyeja që unë nuk kam bërë ankimin, sepse unë nuk mund sillem sikur ne do jemi në një sistem transparence të Danimarkës apo Norvegjisë, ndërkohë që ne në krahun tjetër themi që jemi në një regjim. Atëherë, sipas informacioneve që unë kam, nga Partia Demokratike është kërkuar edhe hapja e kutive të materialeve zgjedhore, kërkesë e cila fillimisht është rrëzuar në të 3 pikat që është bërë nga Partia Demokratike, pastaj sipas një parashikimi ligjor që ka kodi zgjedhor, 2 antarë të Kasit mund vendosin për të rihapur. Dhe në këtë kohë, këtu fillon ajo pasaj, ai filmi i bukur me ngjyra që na duan të na legjitimojnë se për këto u rihapën kutijat, për të na thënë, a e shikoni si puna e atij filmit, a e pat që Krisma nuk ka patur, edhe këto do thonë, a e shikoni që nuk ka as vjedhje, as manipulime, as trafikim, as gjë. Çfarë do të dali sipas jush, pra se ju jeni juriste e keni atë konceptin e manipulime apo keqbërje që ndikojnë në rezultatin final. Nëse hapet kutia e materialeve zgjedhore, çfarë mund të dali që mund të ketë ndikim në rezultatin zgjedhor? Për shembull. Në këndvështrimin tim do ketë një mos rakordim midis numrit të votuesve dhe fletëve të votimit, po marr vetëm rastin më të thjeshtë dhe më të kuptueshëm për publikun. Rasti Rama Basha. Po si rasti Rama Basha, pavarësisht se edhe ai e kishte një. Dhe doktori është totalisht nuk dëgjon fare këtë argumentin tuaj që më falë, se fusni doktorin në këtë diskutim. Sepse ai merr vendimin tani që po jo, më nuk e ka marrë vendimin, thash Partia Demokratike e ka kërkuar të hapet. E ka kërkuar. Është rrëzuar nga Kasi dhe ka një dispozit ligjore, po brenda kodit zgjedhor. Po e përdora në komunikimet, njëtën ndjeshmëri si juaj, ai nuk po e përdor në komunikim. Unë nuk e di pasaj se kur do ngrihet ky si shqetësim. Unë di që Partia Demokratike për momentin po bën denoncimin me gjithë videot apo pamjet filmike, sepse edhe kërkesa tjetër që ka bërë për shembull kandidati Ilir Ali Mehmeti, për cilin ka marrë një numër goxhat konsiderueshëm të votave dhe fatkeqësisht nuk ka përfituar mandatin, sipas pamje filmike që zoti Ali Mehmeti disponon, por edhe që ka kërkuar dhe të tjerat, shihet qartë se çfarë ka ndodhur gjatë votimit apo gjatë numërimit. Kështu që unë mendoj se kryqëzimi i materialeve zgjedhore me proces verbalet apo fletët e votimit, mendoj se ne do na jepnin një konkluzion më të qartë për të legjitimuar dhe akuzat. Kështu që unë të gjithë të gjë e shikoj si fakt dhe njësi. Jo, unë e kam konkluzionin të qartë. Rinumërimi është bërë me urdhër politik për të legjitimuar zgjedhjet e 11 majit, kaq. Kush e dha urdhrin politik? Edi Rama, patjetër. Po kush e kërkoi në Kas që të hapen kutit? 2 antarë të Kasit. Të kujt? Po që nuk ka rëndësi, atyre antarëve të Kasit, kjo marrëveshje i jashtoi afatin e vendimarrjeve të tyre. Sepse, a e dini ju, më falun, po ju bëj një pyetje. Pyeta të kujt janë 2 antarët e Kasit? Po,
I kujt ishte Lulzim Basha që tratoi Partinë Demokratike? Po tani lërsa tashi mos të bëjmë, mos të fshihemi mazgiqit. Tani unë po ju bëj një pyetje retorike. Po ju bëj një pyetje retorike. Pse me 26 korrik? Unë kam qef si juriste, atëre si juriste kam qef flas me fakte dhe me prova. Pse në 26 korrik, kur u bën ndryshimet e kodit zgjedhor, i gjithë publiku u mbush me propagandën se u bën 2 ndryshime në kodin zgjedhor dhe ne jemi dakord të gjithë, Tani, Adriana, jo se tani ti fillove dëgjoteni. Po jo më unë po flas. Se ne jemi të gjithë edhe mua. Jo, me qëse më tham kujt janë këto kandidatët. To janë disa kandidatë të Partisë Demokratike që po se fle popullata tani në 12 tani, lutem shumë. Po pra. Dëgjoj tani pra. Që tani popullata fletë nuk na dëgjon më pas. Jo, patjetër. Edhe mua po të më thresësh ti tani dhe të më pyesësh, mund të gjejmë argumenta. Ka në një gjë që ja ta hapet dhe kjo. Pastaj tjetër mund të hapet edhe në një gjë tjetër, me çfarë është pa hapur, çka ka mbetur. Çon dok tjetër. Ylli, tani unë vi këtu për të dhënë opinionin tim. Pavarësisht se opinioni im mund të jetë i gabuar. Dëgjoj pyetjen, që ta dëgjoj dhe popullata, që na ka mbetur pa gjumë. Ju keni shprehur gjithmonë idenë tani që janë vjedhur votat brenda partisë. Brenda Partisë Demokratike janë vjedhur votat të zonjë? Po patjetër që pa. Po si ka mundësinë e popull? A ka ndiku në... Vjedhin veten tonë. Jo, a ka ndiku në vjedhin e një mandati, apo në humbjen e një mandati? S'po del vjetot të mori. Në vjedhin. Ndryshimin e fituesve. Po, në ndryshimin e fituesve po. Kjo mori thotë nuk ka dalë gjë në vjedhje. Po prandaj nuk ka dalë, tash këto që them. Po s'den proces verbal ai numri i votuesve të gjithë. Ti vletrat i ke aty të gjitha. Po jo, pra, jo, e ke gabim, ky është opinion, po e ke gabim, pra, aty ka vetëm sa vota janë numruar me proces verbal. Ka një proces verbal, janë dhe fletët e votimit, ka shka? Po është mana për të rana. Jo, absolutisht jo, se një nga kushtet kryesore, kur bëhet rishikim apo rinumrim, janë kutia materiale dhe zgjidhore. Zonjë, ju tani... Po ky është opinionim. Je dakord me aksiomon që vota vdiq pa futur në kuti? Një pjesë e mirë po. Okej, çfarë doli nga kutitë e materialeve zgjedhore të Elbasanit? Unë nuk e di që është hap... Janë hapur kutitë e materialeve zgjedhore në Elbasan, ato hapën të parat. Ka pas dhe mos përputhje, vetëm nga pamjet filmike ne kemi parë çfarë është bërë në qarkun e Elbasanit. Tjetër gjë, pra unë them të kutit, pamjet filmike është tjetër gjë. Janë kërkuar dhe pamjet filmike dhe janë refuzuar për Tiranën. Pse? Jo, pamjet filmike mund t'i merë Nikolaj, nuk t'i refuzon njeri. Po janë refuzuar, pra. Pamjet filmike duhet shkarkuar, duhen parë. Janë refuzuar. Nuk janë refuzuar, pra. Po janë refuzuar, pra. Pamjet filmike nuk refuzohen. Nuk ka marrë për të bërë këtë debat, po ta merrni informacionin, do më jepni të drejtë. Janë refuzuar. Po janë refuzuar, sepse i kanë thënë nuk keni të drejtë ju si kandidat të kërkoni këtë apo të kërkoni atë. Po i partia, thotë, pamjet do i shofun ç'lidhje ka kandidati. Po kandidati këpër ka përfaqësuar. Adriana Kalaja nuk ishte kandidate e pavarur. Kishte një sigël, kishte një logo, ishte pjesë e një koalicioni. Koalicioni i kërkon. Dhe për mua që këtu fillon ai problemi madh që ka ky kod zgjedhor. Që duhet, në fakt, duhet ndryshuar me 100%, jo me arnime e me gjëra. Do ndryshoj gjithë, po ky është argument tjetër. Po pra, unë po flas për këtë argument dhe po flas që ato vendimet politike që merren nga Kasi e kanë burimin në ndryshimet e kodit zgjedhor në 26 korrik 2024. Gjakalaja, se dhe kolegët e mi kanë filluar, po shikojnë pak orën tani. Ju kërkojnë ndjes të gjithëve. Shiko, ti pyesun këta të thonë nga 3 fjali se cili... Patjetër. Dhe në fund thua dhe ti. Jo, unë e mbylla ky është argumentimi. Mirë atëre, po të pyes ti unë, ti e mbyll përfundimisht. Ti dhe na pret, por që pim një kafe. Ç'duhet të bëj opozita për zgjedhjet? A duhet të vazhdoj kontestimin më tej? Dhe mbi të gjitha, ç'duhet të bëj me zgjedhjet e pjesëme lokale në shtator tetor? A duhet të marr pjesë, do bën këto përbashkit? Edhe Erion Veliu nëse do vendos gjykata në datën 7 kur është ajo korrike të gjitha që do po të rinë burg, do më thënë vazhdoj do këtë zgjedhje aty dhe në tregat bashkit tjera. Po tani do të vazhdoj me këtë kontestimin, duhet t'i akoma të hapen edhe këto letrat e tjera, që këtua, apo duhet të marrë një mas tjetër. Që mendon ti? 2 fjali? Po, unë mendoj që Partia Demokratike duhet vijoj me gjithë të denoncimet,
madje duke i përcjell çdo lloj shqetësimi, çdo lloj manipulimi, qoftë përdorimit administratës, të krimit etj, deri në kancelaritë ndërkombëtare, jo se pres unë personalisht, nga që kam natyrë tjetër, nuk pres gjë nga ndërkombëtarët, por mirë është që të informohen për mënyrën Informojnë ndërkombëtarët, patjetër të marrin një informacion të plot. Po dëgjojnë të ndërkombëtarët informatat që i çojmë ne, po unë mendoj që i dëgjojnë. Ka ndryshuar gjërat, nuk janë gjërat si para 4 viteve për Partinë Demokratike. Kjo është e para. E dyta, ndryshe nga ajo çfarë po ndon Partinë Demokratike, unë mendoj se paralelisht duhet kemi edhe një analizë të brendshme për të parë se çfarë u bë gabim, çfarë drejtuesit politik nuk bën që duhet bënin dhe shumë gjëra të tjera që në këndvështrimin tim janë shumë të domosdoshme dhe nuk duhet pritur as gushti, duhet bërë një analizë brenda thuaj. Patjetër, paralelisht me gjithë denoncimin që po bëhet. Mos po del kundër lart në këtë rast që Ky është tani unë kam marrë tu për të folë për opinionin tim dhe opinioni im është i pandryshuar pavarësisht opinionit të më sipër. Falenderoj shumë. Dhe nga ana tjetër, unë mendoj që opozita nuk duhet të refuzoj pjesëmarrje në zgjedhje, por me mënyrën se si bëhen zgjedhjet, unë nuk dua që opozita të futet në zgjedhjet pjesore dhe të vazhdoj prapë që na i vodhi Rama. Ose ne duhet të organizojmë një reagim radikal që këtu të mos ketë më votime, pra të mos lejohet Rama. Mos valli u futet Agroni, Arlind Qori dhe Lape këta dhe zhjuket opozita? Atëre, ne duhet bëjmë një reagim radikal. Faleminderit. Mos lejojmë të bëhen zgjedhje fars, për ndryshe ne do vazhdojmë dhe 100 vjet të tjera, na i vodhi, na i bleu, na i trafikoj. Faleminderit. Faleminderit juve. Atëre, e njëjta pyetje që i bëra. Ç'mendoni tani ju? Duhet vazhdoj opozita me këto problemet e kontestimit, apo duhet të marrë masa të tjera, të bëjë një analizë për veten dhe të hyjë proceseve për të vëzuar atë që ka përballë. Vëshat, që kupton të nga kjo? S'kupton gjë. Unë them duhet bëjt që është e mundur që ta delegitimoj këtë lloj zgjedhjesh. Çfarë mund të bëj, për shembull? E provoj atë që mos shkoj në parlament, pra t'i djegi mandatet. Por tani mund të shkoj 1-6 muaj sa për të ruajtur mandatet. Pra, nuk mundet të bëj si kur asgjë nuk ka ndodhur dhe të shërbej si fasad e një regjimi që akoma do të quhet demokratik. Pra, nuk mund të bëj ato shohut parlament, bën si kur thret Ramën në interpelancë, ligji Ramën e detyron, pa i thot unë zvise nuk pyes, bëj si kur kërkon komisionet i morën, por ligji ja jep, po ata nuk ja japin, bën si kur ankohet gjykat kushtetuese, po ata nuk ja të shojnë gjykat kushtetuese. Pra, pyetja është çfarë fiton pastaj? Mbasi bën këto veprime çfarë fiton? Kjo është pyetja. Jo, e vetmja gjë që ne dim është që duke u sjell kështu nuk ka fituar. Jo vetëm nuk ka fituar, por si shtua ti. Jo, duke u sjell, ja pra këtë që bëri, në nditi 4 vjetë si qingja në parlament. Në 2019, pra do që mandatet nuk fitoj, nuk hyrin zgjedhje nuk fitoj. Ti ishe mbrojt si kësaj, ti djegin. Ti djegin, isha dhe unë them gjëja më mirë që ka bërë opozita nga 2013 deri sot. Edhe që s'mori pjesë në zgjedhje lokale. Edhe që s'mori pjesë në reformën territoriale. Është bojkoti. Gabimi madh ishte se ti kur shkon bojkot, nuk shkon pastaj se të merë përvesh i jurikimi, t'ulesh me Damjanin dhe me Rudina Ajdarin dhe të bësh një marrëveshje palaqolliku. Një marrëveshje ishte e mirë, po pse hynë më mbrapa kur ta prishin marrëveshjen? Ajo që fundi fare, po do me thënë, ti kur rikthesh... Po këte kam provuar, pra kjo është e provuar. Tani është moment tjetër. Ti thua prap të vazhdoj me sjelljen e bojkotit, se edhe kjo një lloj fasade është, që shkem 1-6 muaj dhe erdhëm. Pas e ikim prap, po çfarë bën gjatë kësaj kohe? Jo pra, duke parë populli, ne e diskutojmë të ende ndarkë në studio, ore këtu pas ka parlament, këta pas ka në parlament, ky që nga i vënd me parlament,
Këta janë të dërguarit e popullit. Ndërkohë që populli nuk ka folur me zgjedhje, ka pas dy seanca parlamentare. Ka ndodhur një gjë? Zëre se s'ka qenë opozita. Edhe këto dy seanca, edhe sot për shembull. Zëre se s'ishte. E dyta, a duhet të vazhdoj opozita të ushqej palaçollëkun SPAK duke quar denoncime në SPAK, duke kërcënuar kundërshtarët politik, do të vide ty rada nga SPAK-u, kur SPAK-u dalja sistemi tuti. Pra, në një farë mënyre, kur ti thua, thon ata, se unë jam më radikal se ata të kjo që jemi përballë farsës, ti nuk mundet dhe denoncosh farsën dhe ti jesh pjesë e farsës. Qoftë se thua kjo është farsë, minimumi farsës do i lërish larg. Pra, ka disa gjëra mua më kujtu parlamenti, SPAK-u, po mund të bëja një listë shumë më të gjatë. Pjesë e listës mund t'ishte mos shkeli në Klan dhe Top Channel më. Për shembull, a janë mediat e regjimit. A i duhet ose duhet edhe shkeli atje. Një pra, se më falë, po këtu ishte ti që the... Po pastaj që të bëjnë këtë, do thoshte Top zoti Channel Ylli. si ka pranu, theti. Ama nuk mund të rish që të mbrosh gjysmat e oligarkëve. Nuk mundet të rish të vazhdosh të përfitosh nga regji. Pra, kjo qasje radikal, nuk mund t'jesh gjysëm radikal. Po je radikal, do jesh thelbësisht radikal. Kjo ka rreziku që duke bërë këtë qilje, i le territor një 2-3 forcave të reja politike që edhe do ta donin këtë gjë për shembull. Po ndoshta atë do bushati. Ndoshta. Me që ka qorin... Ndoshta, në qoftë se këto forca politike e meritojnë, do jetë një mirë për Shqipërinë. Në qoftë se këto bëhen forca si ata opozita e re, që ngrinte lart Jurikimi, që i marrin ambasadorët për veshi dhe thonë, voto tani ti zgjashët dhe 9 vjetë SPAK-ut. Dhe këta shkojnë si dele, populli do i delegitimoj. Qoftë se ka forca që e meritojnë, bujru më është e mirë për Shqipërinë. Në dy fjali, se s'kemi më kohë, nuk kemi kohë. Le të shkri PD-n, shqiptarët le të shkrim PD-n dhe të ngrej një forcë më të moralshme. Se përmende për mediat, një nga arsyet e humbjes të ditë PD-s ishte fakti që mediat ishin kontrolluar edhe këto mediat private, tani ti the rruga është mos shkohet fare tek ato. Pra, edhe kur shkonin pak, ose nuk i lejonin këto, i kontrollon të PS-ja. Pra ti thua, mos shkojnë fare. Po, ajo është zgjidhja. Ose mos shko... O do e luftosh dhe do i thosh je i kapur, si që beri Donald Trump. Donald Trump atë beri, i tha si e nenit. Vetëm për gjysëm s'mund tani po të vërtet ati. Atere kur Por e ke parti që vjen në falen ata të gjithë atje. Po pra, po se si e real pra, o do luftosh, edhe së të pranoj. Përmendëm rastin e Kurtit, shkoj fare Kurtit e ka do medat e tjera. Po. Dhe fitoj. Të nderuar... Po kjo pra... Një fjali. Një fjali, thua një fjalin se s'kemi ka... Me që se folëm për të Një fjali. Ose periudhë. Be më të gjatë se fjali, po... Procesi i numërimit, e thamë që është kotë bëhet, por nëzori dy shifra interesante që ndoshta duan. Pra, nga gjitha kutit e hapur deri tash, ka ngel vetëm 7-8 kuti, personi që janë hequr më shumë vota, pra që i ka patur vota që duhet ishin pavlefshme, është ministri i brendshëm. Gati 300 vota. Ky është personi cilit janë shkuar 300 vota më tepër, kur u numëruan më të maj. Personi të dytë në numër që janë hequr më shumë vota, është Etienne Xhafaj, po të PS-ja një 50 vota i kanë hequr. Pra këto janë dy shifra simbolike për të kuptuar edhe çfarë ka ndodhur taj procesi i numërimit votave të kandidatëve. Qartë. Nderuar të rishikues tani, për mbrëmjen e sotme ne kishim dhe një gjë të fundit, por nuk do ta bëjmë atë, se u zgjat shumë, bushat, kë NATO bëri samitin e gjithë dhe gjithë NATO u bë nga gjithë NATO, kjo është e fortë, u bë institucioni më i brisht, u prule gjitha para Trumpit. Edhe ti thu shefi i NATO-s, Rote, holandezi, kishte vazhdimisht të gjithë. 2 lajme prodhoi ky summit. I pari, që gjithë Evropa u nështrua ndaj Trumpit, dhe si të shkruante një media pro-qeveris dje, që Edi Rama i mësoi mbretërisë holandeze kultin e elegancës. Kultin e elegancës. Po, por tani, po t'i arove tjetërën, të fundit që të themi dhe të ikim, do bëhet NATO tjetër, do bëhet në Shqipërinë 2027.
Erdi dhe ndri tani e të gjitha. Do vi Trumpi këtu, 2027 e të gjithë. Edhe kështu do vazhdoj tani. Kjo, faleminderit shumë. Sigurisht që do të shëmë ditë që vinë të gjitha këto. Dhe do të shifemi tani jam në ashme. Faleminderit, natë në mirë.